Përshëndetje shikues dhe lexues të Telegrafit. Policia e Kosovës po zbaton gjithë vendin nismën për policinë e Lagjës, një model që synon të forcojë bashkëpunimin mes policisë dhe qytetarëve, duke krijuar më shumë besim, komunikim dhe siguri në komunitet. Në Ferizaj, ky koncept po merr formë përmes pranisë së vazhdueshme të policëve në Lagje, që tashmë njihen edhe nga banorët si pika e parë e kontaktit për çdo shqetësim. Në këtë storje do të shohim se si funksionon kjo iniciativë në terren dhe si po pritet nga qytetarët. Unë kam pas një telefonat nga administratori i fshatit Prelez, i cili ka një shqetësim. Tash do të shkojmë, do të bisedojmë me ta, edhe do të shohim se çfarë është problemi. Me policinë e Kosovës kemi jashtëzakonisht një bashkëpunim të mirë. Roli i policisë të Lagjës ka një rol shumë të mirë, për arsye se qasja është më e shpejt me policinë, përveç një nëndyshit që mundesh me kontaktu, atëherë ki edhe një alternativë se ki një numër kontaktues për këtyre policëve, që faktikisht ta jep me mundësu drejt për drejt me policinë, jo përmes qendrës, po përmes policit Lagjës. Faktikisht ai është policë që njeh pak a shumë komunitetin, Lagjën, edhe din destinacionin faktikisht ku bëhet fjalë. Po ashtu mbulimi i terrenit bëhet edhe nga njësitë patrolluese, të cilat i shpërndajnë bazë detyrave ditore që i kanë, ku secila patroll e viziton e patrollon sektorin përkatës. Sa i përket bashkëpunimit me qytetar, njësitë sektoriale kemi takimet të vazhdueshme me partnerë të ndryshëm të sigurisë, me administratorë fshatra, me drejtorë shkollave, me biznese, me qytetarë të ndryshëm. Po ashtu tekst veçantë kemi bashkëpunim me drejtoritë komunale të arsimit edhe ata të shërbime publike, me të cilët kemi bashkëpunim më të ngushtë. Falë bashkëpunimit me qytetarët që e kemi, unë prej se është bërë njësia sektoriale që është ndarë në pjesë ndryshme, shumicën e rasteve vetë qytetarët i raportojnë mes njësisë sonë, do duke na thirrur personalisht neve për incidentin ose rastin që ka ndodhur në zonën e caktuar. Unë besoj që është shumë punë më e lehtë për qytetarët, pasi ato dinë se kujt t'i drejtohen pa marrë parasysh a kanë rast penale apo vetëm këshilla apo sugjerime. Dhe unë e din mënyrën se kujt duhet t'i drejtohen, dhe ato zakonisht shumicën e rasteve drejtohen drejt për drejt të policë përgjithës për zonën sektoriale ku janë. Kjo ishte e tëra sa i përket storjes me policinë e Lagjës, ndërsa ju shikues dhe lexues të Telegrafit mund të na shkruani edhe në lokale telegrafi.com.